Dhe kemi 100 sekonda. Jam Fationi nga Pogradeci. Fationi nga Pogradeci. Dhe kam fituar 35.000 lekë të rinj dhe 100 sekonda në Shpar. Ja ku jemi me Fationi nga Pogradeci. Dhe... Jam duke ndjek tani. A nuk e duke ndjekur? Jam në punë tani. A je në punë. Atëre, është një zotëri, mund të shikosh të klani im në qofë se do. Por në qofë se keno një telefon tjetër afër, se në të njëjtën kohë edhe nuk flasim do të ndjekësh të klani im. Por ndërkohë kemi një zotëri që ka shkuar tek elektroshtëpiaket, ka marrë 3 prej tyre deri tani dhe i ka vendosur në mënyrë fantastike dhe pasi ka marrë të katërtin e ka bërë gati vendin për televizorin, është duke tërhequr televizorin e ka vendosur mbi kosh, e ka mënjanuar dhe menjëherë ka marrë një karrocë tjetër të cilën e ka bërë gati. Kemi zotrin nga Pogradeci dhe operatorin ton Kolin, i cili sa po shfaq duke vrapuar dhe ai vrapon. Njëri vrapon tjetri, njëri duket tjetri s'duket dhe ndërkohë ka ndaluar pranë disa objekte, shampove për kokën dhe i gjithë sirtari është në karrocën e tij. Pra shampo për 4 vjet. Dhe deri tani është në 113.775 lekë. Sigurisht që produktet e larjes dhe kur bëhet fjala për Ariel nuk ka më dyshje për t'i zgjedhur dhe edhe pse një nga kutit Ariel i ka rënë nga karroca, ajo quhet, sepse ky është rregulli, në momentin që futen në karrocë, atëherë quhen të vlefshme. Ka vazhduar të marri Ariel detergjent dhe ka bërë gati kutit tjetër dhe është futur ke Arieli tjetër. Dhe ka bërë 163.000 e më shumë lekë.